Vazhdo Fatmir. Mirë se erdhe Fatmir. Si kalon? Si kaloni? Mirë. Mund kalosh këtej? Si ke qenë? Mirë. Je donjati? Donjat, po jetu nga Tirana. Rritur në dorë. E di për çfarë kemi thirrur? Sepse të ka dalë vendimi i pensionit italian. Unë faleminderit. Ke pas bërë një kërkesë pranë zyrës tonë të Vlorës, Inas Qizli, patronato Inas Qizli, që ndodhet tu në Vlorë. I ke dorëzuar dokumentat e kolegët tonë Natasha dhe Besniku. Edhe pastaj ato mi kanë përcjellë dhe ne kemi përcjellë për Itali kërkesën. Ma kanë përcjellë dosjen tënde dhe e kemi nisur për Itali. Dhe ke një përgjigje pozitive nga IMSI. Faleminderit. Çfarë thot IMSI? Akolta është planuar kërkesa jote. Dhe është pranuar me dekorrencë që do të thotë me datë fillimi me 1 korrik 2025. Sepse ke aplikuar vitin e kaluar, pra një viti dhe të erdhi përgjigja pozitive. Do t'i marrësh të gjithë muajt të grumbulluar për një herësh. Të ka një pension i mirë. Por ne do të bëjmë disa pyetje për ta kuptuar publiku pozicionin tënd. Dua të pyes pyetjen e parë, sa vjeç je? Unë jam 72 vjeç. 72 ke mbushur? Po. Sa vite ke punuar në Itali? 60 vjeç. Në çfarë zone? Unë kam qenë në Livano, vetëm në Livano. Çfarë punë ke bërë, çfarë punë? Unë vetëm në ndërtim. Vetëm ndërtim. Pastaj kur u ktheve në Shqipëri? U ktheva në 2009-2010, në diçka asaj. Po, në fakt mund të shkruaj pak më vonë sepse këtu thotë ke punuar nga 1 shtator 2002 deri në 8 korrik 2011. Kështu që ti mund të shkruaj nga viti 2011. Po, u ktheva në Shqipëri 2011, sepse mora një vit Disokupacione, pa punësi. Po. Disokupacione, pra naspin ke marrë. E kuptoj. Po në Shqipëri ke punuar? Po, kam punuar në ndërtim. Ke marrë të çfarë shqiptar? Po, Sa vite ke bërë në Shqipëri? po, një 60 vjet. Edhe më ka dhënë 125. 1000 lekë të vjetra. Ose 125 euro afërsisht. Pra nuk vëllai. Diçka e tillë. Mirë, do të ke bërë 16 vite në Itali, 16 në Shqipëri, po themi 32 në total. Dhe morë këtë pension tashmë me marrëveshje për pensionet, dhe residencën tashmë e ke në Vlorë. Pensioni shqiptar nuk e ke bërë me ne, por janë bashkuar vitet që të marrësh. Ndërsa për pensionin italian, e merrni ju që jeni kthyer, po e marrin datën që e kanë rezidencën në Itali. Besoj që ma konfirmojnë kolegët që ka klient, pra ka persona që vinë me rezidencë në Itali, dhe duke qenë se janë blonja dhe kanë marrë vesh hapjen e zyrës para afërsisht 2 vitesh, ka plot që janë me rezidencë dhe vinë e bëjnë procedurën këtu. Por je blonjati i parë, pensionisti i parë që e mori vendimin e IMSI-t, lajmin e mirë të IMSI-t i parë. Prandaj dhe po e bëjmë këtë video, sepse je i parë. Faleminderit. Më duket se më të këta herë i falenderoj parë, sepse këta janë ato që presin njerëzit, i shpjegojnë, presin dosjen, unë e bëj atë punën mrapa kuintave. Por këta janë ata që merren ushtria e vërtetë. Ushtria përballë popullit. Tani, çfarë do të them? Më dhe diçka që pari për bashkëshorten? Po, se ka punuar një kategorie. Në Itali? Po, në Itali. Edhe atë çfarë moshe ka? Ajo është 67. 67. Edhe sa i ka argumente që të bëj kërkesa për pension, të paraqitet të zyra, sa të mbushi 67, dhe të sillet të njëjtën listë dokumentash që i ke përgatitur ti. Do të ta japin listën Natasha dhe Besniku dhe do bëj kërkesën dhe asaj. Sepse mjafton që edhe një vit punë ta ketë bërë në Itali. Vetëm se dua të di edhe raporti sa vite ka punuar në Shqipëri ajo. Po. Sa vite ka punuar? Uroj të ketë 16, nëse i ka në Itali 4, do t'i ketë 16 në Shqipëri, që të bëhet 20 vite të nevojshme të fitoj pensionin. Ne jemi në këtë pozitë. Uroj që t'jetë kështu situata, do të analizojmë dhe situatën e saj, edhe ta gëzosh, ko kontrollo bankun që t'kanë një lekët, do bëjmë gjatë e së një në vit, janë procedura që do bëj formulari edhe në qoftë nuk të vjen do na njoftosh edhe ne të sjellim formularin. Edhe kjo ekzistenca e një formulari që ti mund të jetë në pranverë ose mund të jetë në vjeç, një herë në vit, po edhe do t'i marrë masa që ti ta bësh këtë procedurë, sepse duhet të respektuar si procedurë. Patjetër këto respektuar, se po bëjë këtu. Mirë, atë miru pashë. Miru pashë edhe isha. Ta gëzosh. Ta të një më fritë. Kalofshi mirë, Miru pashë.
Kompasa.